Do të flasim për politikën në vend tani, ndërsa më herët kemi njoftuar për një mbledhje të kabinetit qeveritar dhe grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Në Seli janë mbledhur drejtuesit politik të Partisë Socialiste në Qarqe dhe kolegja jonë Klesiana Omeri kam tepër informacion në lidhje me këtë takim të tyre. Klesiana, të përshëndes, çfarë ke mundur të mësosh një takim i këtyre drejtuesve të Qarqeve që paraprin një takim të thirrur më vonë nga kryeministri Rama? Po, Leftion, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi mblodhi drejtuesit politik të Qarqeve të Partisë Socialiste ditën e sotme në Selin Roz, një takim që ka zgjatur rreth 2 orë dhe që në fokus kanë qenë punët organizative për gjatë vitit 2026 dhe fokusi që do duhet të kenë në disa qarqe specifike ku Partia Socialiste pretendon se do duhet që të ketë një angazhim edhe më të madh për gjatë këtij viti, nuk ka patur një vendimarrje specifike lidhur me ndonjë ndryshim të mundshëm ose jo, duke qenë se edhe vetë Krye-Socialisti Edi Rama nuk ishte i pranishëm në këtë mbledhje, por duhet të nënvizuar që në këtë takim ishte edhe kreu i kuvendit Niko Peleshi, teksa paralelisht në fakt Partia Demokratike ka kërkuar për të disatën herë që të mblidhet Këshilli i Mandateve për të shqyrtuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për mandatin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Kjo kërkesë edhe ditën e sotme është refuzuar, ndërsa kryetari i kuvendit Niko Peleshi ishte në këtë takim me bashkëpunëtorët më të ngushtë në fakt të kryeministrit Edi Rama dhe një prej strukturave më të rëndësishme të Partisë Socialiste, siç janë edhe drejtuesit politik. Siç e nënvizove edhe ti, ky takim i paraprin një tjetër takimi të rëndësishëm qeveritar në këtë rast, pasi kryeministri Edi Rama parashikon që ditën e nesërme rreth orës 10 në pallatin e brigadave të zhvilloj një ritrit me kabinetin e tij qeveritar, ku pritet që të bëhet një analizë punës, po ashtu edhe të vendosen disa piketa angazhimesh kryesore për gjatë vitit 2026. Kjo është mbledhja e parë e qeverisë për këtë vit dhe në fakt e gjen me disa sfida që lidhen edhe me aktualitetin dhe me atë se çfarë po ndodhe për gjatë ditëve të fundit me përmbytjet në Shqipëri, por do të presim deri ditën e nesërme në rast se do të ketë ndonjë vendimarrje konkrete apo ku do të fokusohet ky takim. Por nuk do të jetë takimi vetëm që Krye-Socialisti dhe Kryeministri Edi Rama do të bëjë për gjatë këtyre ditëve, pasi do të ketë në fokus edhe punët e parlamentit. Në datën 16 janar, një takim që i paraprin dhe nisjes së sezonit të ri parlamentar, do të takojë grupin parlamentar Partisë Socialiste, po në pallatin e brigadave janë disa sfida në fakt që do të ketë në parlamentin e Shqipërisë edhe për gjatë këtij sezoni, të mbartura nga viti 2025, një prej tyre është edhe Këshilli i Mandateve dhe kërkesa e prokurorisë së posaçme për sa i përket heqjes së mandatit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, për cilën në fakt kryeministri Edi Rama ka thënë se nuk do të ndërmerret asnjë vendim pa patur vendimin dhe qasjen e gjykatës kushtetuese, duke qenë se kjo çështje do të shqyrtohet edhe në këto organ, por nga ana tjetër ka të bëjë edhe me punët e tjera të parlamentit, 2 prej reformave të rëndësishme, siç është ajo zgjedhorja dhe reforma territoriale, për cilën Partia Demokratike është tërhequr nga bashkëpunimi dhe nga bashkëkryesimi i këtyre komisioneve, për cilën në fakt Partia Socialiste ka paralajmëruar se puna do të vijojë edhe pa prezencën e opozitës, por do të shohim se deri në ç'fazë apo dhe nëse do të ketë ndonjë përpjekje apo ndonjë porosi specifike të kryeministrit Edi Rama për ta ndryshuar situatën apo dhe formën e bashkëpunimit. Parlamenti pritet të nisë në datën 19 dhe po ashtu edhe puna në komisionet parlamentare dhe padyshim të gjithë socialistët do të marrin porosit paraprake në këtë takim të datës 16 janar.